E dyta nga ajo, dhe për këtë temë do të flasim sot, pse muslimanët kaq shumë i kanë kushtu kujdes apo Islami i ka kushtuar rëndësi. E dyta nga ajo që dallohen muslimanët, dallohen i thojnë me isnad. Fjala isnad do të thonë që rujtja në transmetimi me zinxhir. Transmeton filoni nga filoni nga filoni nga filoni. Tamam? Parat në kohën e Abdullah ibn Mubarekin, kur dolën njerëzit që gënjejnë. Njerëzit që gënjejnë. Kur kanë dalë kohën e Abdullah ibn Mubarekit, njerëzit që gënjejshin, thotë Abdullah ibn Mubarekin na tregoni isnadin, na tregoni pika e keni morë. Fen pika e keni morë. Kush pikuj? Të cilë e orë që te ki morë? Ka thonë, laula l'isnad, mos bukon zinxhiri i transmetimit, njerëzit do të pretendojnë çka të dojnë kur të dojnë. Ka thonë filoni. Këshire historian, këtë historian libër që ka shku, nuk kanë zinxhir. Vetë muslimanët e kanë zinxhirin që transmeton çdo ngjarje, çdo hadith pejgamberit Allahut. E kujt e ngu? Kush ka qenë hoxha vet? Kush ka qenë mësuesi vet, transmetuesi vet? Pra, ruajtja e zinxhirit është veçori për musliman, që nën kupton se feja nuk jena për me papallor, si që kanë qenë. Feja jonë është e bështet, feja jonë ka origjinë. E kuptu? Kjo është esenca që që ne dallomi nga të qërë. Çdo sen që transmetojmë, kujtojmë Imam Buhariu. Çka do kupton? Do thotë Imam Buhariu e transmeton nga hoxha vet filoni. Hoxha vet e kanë dëgju prej filonit dhe hoxha i hoxhës vet e kanë dëgju prej filonit dhe hoxha i hoxhës vet e kanë dëgju prej pejgamberit, pi sahabit, sahabiu e kanë dëgju nga pejgamberi. S'ka në fe hadith pa zinxhir. Ai që është pa zinxhir te na nuk ka vlerë, sigur mos më konë. Ka dhe roli muhaddithëve çdo kohës që e punojnë këtë punë, derisa kur ka problematika dhe zinxhira që e njohin ato shkencën e hadithit, e dinë se çfarë mundi japin. Për atë thënë te Sheikh Albani, shpeshherë më shkonte për një hadith pejgamberit Allahut me studiu, me vërtetsu, ndoshta edhe 7 muaj një hadith pejgamberit Allahut. Do të lëmtu mbi zinxhir se kush e ka transmetuar dhe ç'e ka transmetuar dhe çfarë gjendje. Këto janë di karakteristika që dallohen musliman nga jo musliman. Dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin ato transmetuesit më të mirë. Gjenerata më e mirë që ka ardhur pas pejgamberëve të Allahut kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para transmeton Imam Ahmedi nga Abdullah ibn Mesudi që thot se Allahu Azza wa Jall i ka shiqur zemrat e robëve të tij. Zemra më e çiltër dhe më e pastër ka qenë zemra Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu e ka përzgjedh për veten e tij, e ka përzgjedh që ta mbyll mesazhin e tij dhe ta ban vule pejgamberit. Se pejgamberi Allahu të rastisht ka ardhur, jo. Allahu i ka shiqur zemrat e gjithë krijesave prej Ademit deri në krijesën e fundit. Dhe ka pasur zemra më e çiltër, më e pastër, më e mira zemër ka qenë zemra Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu Azza wa Jall e ka përzgjedh për veten e tij dhe ka përmbyll pejgamberllëkun me ta.